Me emër të Allahut, mëshirues dhe përditëtar i madh. O ti, i mbuluar Muhammed, shoh dhe lajmëroj, dhe Zotin tënd madhëroje, dhe pekat tuaja pastroj, dhe largoj veprave të keqia, dhe mos ndaj me qëllim që të marrësh më shumë, dhe për hir të Zotit tënd duro. Kur të fryhet në buri, do të jetë ato ditë e rëndë, për jo besimtarët nuk do të jetë e lehtë. Lemeni mua dhe atë që e kam krijuar unë vetë, dhe i kam dhënë pasuri kolosale, dhe djemtë që i ka të pranishëm, dhe ndere prestigj i kam dhuruar, dhe për pos kësaj dëshiron që unë t'i azmalloj të mirat. Jo kursesi, me të vërtetë ai është mohu skryene që ja jetëve tona, e unë do ta ngarkoj atë me dënime të rënda, sepse ka paramenduar dhe ka kurdisur kundër Kuranit, dhe qoftë mallkuar si e ka kurdisur, dhe sërish edhe njëherë, qoftë mallkuar si e ka kurdisur. Pastaj ka shikuar, u vrejtë e i mroll fytyra, dhe u kthye nga mendimi i drejtë dhe u ka pardis, dhe tha, ky Kurani nuk është gjë tjetër përpos magji trashëguese. Këto janë vetëm fjalë njeriu. Do ta hudhi dënoj nëse ka skëter. Kush të shpjegon ty se çka është sekari? Ai nuk le gjë dhe i përshin të gjithë i djeg. Lëkurat ju bën të zeza nga të djegurit. Mbi këqyës të tij skterës janë 19 engjëj. Na, kemi bërë lojtar të zjarit engjëj dhe kemi caktuar numrin e tyre, vetëm për t'i provuar jo besimtarët, për t'u bindur njerëzit, të cilëve u është dhënë libri, që t'u shtohet forcohet besimi atyre që besojnë, e mos të dishojnë ata, të cilëve u është dhënë libri, dhe për të thënë ata që janë zemër këqij hipokrit dhe jo besimtar, çka dashur Zoti të tregoj me këtë shembull. Kështu, Perëndia i lën në hutim dhe në humbje ata që do, dhe në rrugë të drejtë udhëzon atë që don. Askush tjetër, përveç ti, nuk e di numrin e ushtrisë së Zotit tënd. Kjo është vetëm këshill për njerëzit. Kursesi, betohem në hënën, dhe në natën që largohet, e mëngjesin që zbardhullon. Ajo sktera, me të vërtetë, është njëra nga fatkeqësitë më të mëdha. Kjo është si këshillim për ata nga ju që dëshirojnë të bëjnë mirë ose të abstenojnë në këtë. Çdo njeri është pend përgjegjës për veprat e veta. Përveç fadlumëve, të cilët në kopshtijet e xhenetit pyesin, fajtorët, çka u ka sjell juve nëse ka skter? Ata do të përgjigjen, nuk kemi qenë nga ata që kanë bërë namaz, dhe prej atyre që i kanë ushqyer të varfërit, dhe jemi lëshuar në bisedat e kota me djeraditësit badjallgjinj, dhe kemi përgënjeshtuar ditën e Kiametit, përderisa nuk na erdhi vdekja, kur far ndërmjetësimin ndërmjetësuese nuk do të ndihmoj atyre. Përse shmangën ata nga këshillimi, thua se janë gomarë të egër, të friksuar që kanë ikur prej luanit. Po, çdo njeri nga ata do të kërkojë që t'i jepet regjistri i qartë nga Zoti. Kursesi, pasi që ata nuk i frikohen ditës së Kiametit. Ai Kurani në të vërtetë është këshill, dhe kush të doj, le ta pranoj. Këshillohen vetëm ata që do Perëndia, ajo është i vetmi të cilët duhet t'i druajmë dhe ajo është i vetmi falës.